I pari i qeverisë ka zhvilluar një mbledhje me dyert të mbyllura me grupin parlamentar në kryesinë e kuvendit. Ai u ka tërhequr vëmendjen të gjithëve që të mos jenë pjesë e televizioneve pa koordinimin mes tyre. Gjithashtu i ka urdhëruar që të mos mungojnë në asnjë mbledhje të grupit parlamentar, përjashtuar rastet kur arsyet janë madhore. Ndër të tjera u ka kërkuar që të mos ndalojnë në rrugë për të dhënë intervista për gazetarët, në mënyrë që të mos bëhen objekt diskutimesh apo memesh në rrjetet sociale. Siç duket, kryeministri Edi Rama është i qartë për këtë mandat të katërt dhe siç u shpreh edhe në Asamblenë e Partisë Socialiste, nuk ka më kohë për të pritur askënd, pjesë të kësaj familjeje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.